Kostot e mbjellave dhe të rritjes së kafshëve janë rritur ndjeshëm, ndërsa shërbimet që duhet të merren nga drejtoria e ujrave janë të pamjaftueshme, ankohen bujqit e Pollogut. Konkretisht në komunën e Vrapçishtit, bujqit Gazmend Sejdiu dhe Nasir Abduli na treguan se dhe vonesat në mbështetjen financiare po e vështirësojnë punën e tyre. Ne kemi halë shumë, mos mund të qajna për një ditë halët tona, se njerë pak në uvonon subvencionet, po faleminderit prap në dhanë, i falemnderojna. Tash kemi në halë tjera, nuk sa punë e halë, se çmimi i kingjit unë kur e kom bo, kingjin e kom prodham, ka shku 240 dinar. A tash kingjin bas ka hu bo 300 dinar. Që jone, kemi halën me subvencionet e lopëve, e në ato si kom marrë për 2025, as për qumshtin, pas subvencionet e lopëve. Kemi halë tjera me bujqësin. Plënat kemi këna hipën, ne edhe, nes mundën të mlujmë, sa doshin nevoje e fushës që i kërkuaj. Kom toka për 6 hektar, tokën kur e ujës me sistemin e ujtit, ama ka që një 3-4 vjetë kemi probleme, asë sistemi nuk e zonë dhimit, a i kur vinë ujti mbuzdar, që a fetja stë, ka fet qysh nuk. Ne bëjmë uguar me vondën, paret pagesën ato ne i marin, neve ujti nuk ne japin vakët. E në vjetë une një herë e ku mujtë, cila verës, e në kisha qenjë bëna, do shtë të duhet që të bëj 5 traktor, 10 traktor, une bëna 10 traktor. A hërgjimet i bëna veshtar që ka është tremt, ajo fara është 300 dinara një kilë, e kur që është unë me punuj ato, që ta punuj se be bujtit. A pa ujtë, të toka nuk bon hiq pa mujtë, një 3-4 herë të ujtët për të bëhe misë. Për t'i parë këto sfida nga afër, në teren doli zëvendës ministri i bujqësisë. Theksoi se institucionet janë të vetëdijshme për këto probleme dhe se qëllimi është krijimi i kushteve më të mira për fermerët, duke i konsideruar firmat e tyre si biznese jetike familjare që duhen mbajtur gjallë. Vizitat më shumë i bëj për t'i parë nga afër, për dëgjuar nga afër, për të mësuar nga afër për hallet, problemet, sfidat dhe për t'u përballur me atë që bujqit, fermerët tanë po përballen çdo ditë në përditshmërinë e tyre. Sot vizitojmë një fermer që punon me përkushtim ashtu si shumë të tjerë në këtë zonë për ruajtjen dhe mbajtjen gjallë të një dege shumë të rëndësishme të bujqësisë, siç është blegtoria me theks të veçantë rritja e dhenve, e cila është edhe traditë dhe është një degë shumë e rëndësishme bujqësore dhe ekonomike. Qëllimi gjithashtu është edhe për të promovuar punën e këtyre fermerëve, fermat e tyre të cilat përveç se janë ferma bujqësore familjare, janë edhe biznese familjare, sepse që t'i bim drejt kanë edhe përfitime jo shumë, domethënë më shumë se modeste. Dhe si institucion jemi të obliguar që t'u kryejmë kushte sa më të mira dhe t'u bëjmë jetën sa më të lehtë. Problemet me të cilat po ballafaqohen sot bujqit e Vrapçishtit nuk janë të reja. Ky rajon, i njohur tradicionalisht për prodhimtarinë e misrit dhe blegtorinë, vitet e fundit ka pësuar rënje të prodhimit për shkak të infrastrukturës së vjetruar të ujitjes që daton prej dekadash. Përderisa kostot e jetesës dhe çmimet e plerave artificiale janë rritur me mbi 30%, çmimi i grumbullimit të produkteve vendase ka mbetur i ulët ose ka pësuar rënje. Kjo gjendje ka detyruar shumë të rinj të braktisin arrat, duke lënë fatin e bujqësisë së Pollogut në duart e pak fermerëve të mbetur, të cilët mbijetesën e shohin vetëm përmes mbështetjes direkte dhe të rregullt nga shteti.